Në lidhje me zbatimin e planit të aktiviteteve për zgjedhjet lokale të këtij viti, ju njoftojmë se nga gjithsej 269 aktivitete të përcaktuara, deri më tani janë realizuar 33 aktivitete. Statusi këtyre aktivitete janë të realizuar në tërësi, ndërsa siç shihni në raport janë përmbledhur në formën tabelore edhe aktivitetet që kanë filluar në muajin qershor, që fillojnë në muajin korrekt, në muajin gusht, në muajin shtator dhe prej datës 1 deri në datën 11 tetor. Zbatimi i planit të aktiviteteve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit 2025 është duke monitoruar nga sekretariati i KQZ-s, nga zyrtarët që kanë domethënë përshëndetyrave të punës, kështu që jemi në proces të zbatimit të tij. Gjithashtu siç e dini me datën 28 qershor 2025 ka filluar periudha për e shërbimit votuesve për ndrimin e qendrave të votimit dhe nga kjo datë deri me datën 1 korrekt 2025, domethënë deri në ora 16, gjithsej kemi pranuar 246 kërkesa për ndrim të qendrave të votimit, nga të cilat 212 janë aprovuar, ndërsa 34 kërkesa janë refuzuar. Po ashtu përfundi njoftojmë që sekretariati është duke zbatuar programin orientues me anëtarë të komisioneve komunale zgjedhore. Dje është marrën takimi i parë me anëtarë të komisioneve komunale zgjedhore me rreth 65 mars, ku kanë marrë pjesë gjithsej 11 komuna të Republikës Kosovës, ndërsa sot është duke vazhduar programi orientues në komunën e Prizrenit, që përfshin 8 komuna dhe rreth 50 pjesëmarrës. Programi orientues i komisioneve komunale zgjedhore pritet të përfundojë më së largu në fillim të javës së ardhshme. Kjo është sa i përket raportimit të aktiviteteve, nëse keni ndonjë pyetje. Faleminderit, doktor. A ka dikush në pyetje? Ona, se të përtesh. Faleminderit kryesues, faleminderit drejtor. Unë lexova raportin, vetëm një pyetje kam për sqarim, ndoshta edhe për ne, po edhe për publikun, janë diku rreth 250 kërkesa për ndryshim të qendrave. Prej tyre një 3-40 janë refuzuar. Me i ditë arsyet e refuzimit, cilat janë më shumë që edhe qytetarët me dëgju, mos me u irritu kur t'ju vjen refuzimi. Faleminderit. Patjetër. Do të thotë prej 246 kërkesave të parashtruar total, prej tyre 34 kërkesa janë refuzuar për shkak që qytetarët në momentin kur kanë parashtruar kërkesën për aplikim nuk e ka bashkangjitur fotografinë së bashku me dokumentin identifikues në dorë, që është kërkesë ligjore sipas rregullorës përkatëse zgjedhore që ka miratuar KQZ në mars të vitit 2024. Këshilli për operacionet zgjedhore ka shqyrtuar kërkesën e sekretariatit për shqyrtimin e specifikave teknike për shtypjen e fletvotime në broshura të kandidatëve dhe lista votuese për zgjedhjet lokale. Lidhur me këtë dokument, ne kemi dhënë komentet tona edhe janë bërë edhe përditësimet e fundit lidhur me numrin e përgjithshëm, pra të përllogaritur se sa do të shtypen edhe për raundin e parë dhe për raundin e dytë, të fletvotimeve, lista votuese dhe të broshurave. Bëhet fjalë për fletvotimet për Kuvendin e Kosovës, për Kuvend të Komunës, do të shtypen sasia për afërt, pra është 1.800.000, broshura e kandidatëve për Kuvend të Kosovës 16.980, fletvotimi për kryetar të komunës 1.800.000 fletvotime dhe fletvotimi për kryetar të komunës për raundin e dytë 1.250.000 të përllogaritur dhe lista votuese 4.420 për raundin e dytë. Këtu janë vetëm pra shifra të paraafërta të asaj se sa kemi drejt të shtypin që të kontraktojmë një operator, pra është më e vogël se sa numri i votuesve që do të jenë në kuadër të listës votuese dhe po ashtu ka dhe ndryshime të tjera lidhur me çështjen e dizajnit, të cilat i kemi diskutuar dhe kemi trajtuar gjatë të zgjedhjeve të kaluara parlamentare, pra do të jetë më e qartë për votuesit që të njohin sakt hapësirat se ku duhet të votojnë për subjektin politik dhe ku duhet të votojnë për kandidatët. Lidhur me elemente tjera të sigurisë, janë të njëjta ato që kanë qenë gjithmonë në specifikat e KQZ-s, kur është kontraktuar shtypja e fletvotimit, pra janë masat më të larta të sigurisë për secilin fletvotim dhe pothuajse është e pamundur që ato të kopjohen apo të bëhet diçka e ngjashme në mënyrë që të
mashtrojnë gjatë procesit zgjedhor. Pra ato do të dihen qartësisht, do të dallohen siç është garantuar gjithmonë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Rekomandojmë si KQZ që këto specifika të miratohen si Këshilli i Operacioneve Zgjedhore. Faleminderit Renet. Zoti Kurteshi. Faleminderit edhe për raportimin. Unë kam lexuar tekstin që keni dërgu dhe kam vetëm një pyetje për sqarim te numri i fletvotimeve që duhet të shtypen. Tash do thotë për ofert janë 1.800.000 copë për kryetarët komunave dhe për kuvend komunave po ashtu 1.800.000 copë, kurse për raundin e dytë janë 1.250.000. Unë veç dashna me pyet, domethënë pyes pe ka keni marrë numrin e për ofert, po me qenë se na e dim se jo më shumë se 50% të votuesve dalin në votim. Spaku deri tash nuk kemi pas ndonjë rast këtu në Kosovë, se për jashtë se disa bëhen. Kishte me qenë rrugës që të merret numri maksimal i votuesve në, po them, në dy votimet e fundit, dy palë votimet e fundit lokale, edhe t'i shtohet 10 ose 20% më shumë flet votime se sa pjesëmarrja që ka qenë në dy votimet e fundit, 2021 edhe kur ka qenë 2017. Një përllogaritje, domethënë maksimum 20%, që mendoj kishte me rrit dikon rreth 1 milion flet votime. Ose ndoshta ju keni marrë parasysh ndonjë faktor që na nuk i kemi parasysh ose unë nuk i kam parasysh që mundet me ndiku me urrit numri i votuesve për 100%, se këtu domethënë parafërsisht del 1.800.000, dikon rreth 900.000 marrin pjesë në votime, që unë se kam parasysh, po vetëm po pyes a është e mundur a rrezikojmë, çka rrezikojmë na me bëu këtë apo. Faleminderit. Faleminderit, po përgjigjem lidhur me pyetjen. Ky ka qenë edhe shqetësimi ynë, edhe si Këshilli i Operacioneve Zgjedhore dhe kemi diskutuar jo vetëm në këtë mbledhje, në shqyrtim të këtyre specifika, por edhe në të kaluarën, lidhur me numrin e materialeve që shtypen, pra që të reduktohet. Edhe është reduktuar edhe në zgjedhjet parlamentare. Mirë, po në zgjedhjet parlamentare është më e menaxhueshme për shkak që fletvotimi është i një lloj, pra është i njëjtë çdo kund në Kosovë është një fletvotim, ndërsa në këto raste, tash në zgjedhjet lokale ne kemi 38 zona zgjedhore. Dhe duhet kemi parasysh që fletvotimet pastaj reduktohen edhe në ato rezerva që qëndrojnë në KKZ e pastaj në vendvotime për çdo rast kur ka të dëmtuara dhe të tjera, është e pamundur që të reduktohet në numra të ngjashëm si ajo e Kuvendit të Kosovës, sepse në rastin e Kuvendit të Kosovës e ki letë i merr prej një komune, i sjell këtu edhe menaxhon brenda ditës çështjen e mungesës së fletvotimeve. Në rastin konkret është mas sfiduese. Tash, kjo është një paramas e përllogaritur e kontraktimit. Nuk do të thotë që ne do të shtypim 1.800.000. Pra kjo është vetëm sa për të kontraktu dhe më pastaj bën analizat, varet edhe për numrit të regjistruarve të votimit jashtë Kosovës, edhe të votimit me asistencë tjera, që edhe statistikave që duhet i kemi edhe zgjedhjeve të 2021-s edhe të 2017-s për proceset, për zgjedhjet lokale që me ul këtë numër të shtypjes së fletvotimeve. Edhe kjo është mirë kuptuar edhe pe anës sekretariatit edhe kanë marrë veprime më njëherë, sepse edhe gjatë ditës djeshme ky numër ka qenë më i lartë edhe është zvoglu pra ka qenë për 40.000 më i lartë dhe është zvoglu për 40.000 fletvotime në tërësi për secilën prej këtyre kategorive. Për paramas po flasim, jo për shtypje se ato e vendosim kur të shqyrtojmë dizajnin e fletvotimit. Faleminderit, dikush diçka tjetër? Nëse jo, e hedh në votim, kush është për miratimin e specifikave të fletvotimeve, atëherë me 11 vota për miratohet. Vazhdojmë pikën e radhës, zoti Elshani. Faleminderit, kryetar. Këshilli për Operacionet Zgjedhore po ashtu ka shqyrtuar rekomandimin e sekretariatit për
emërimin e anëtarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve. Ne e dim që brenda afatit gjitha subjekte politike i kanë dorëzuar nominimet e tyre për gjitha pothuajse gjitha komunat, mirë po në disa komuna kanë pas vështirësi për shkak çështjes së popullsisë edhe përfaqësimit këtë rast të banorëve në ato qytete. Prandaj ne i kemi dhënë kohë subjekte politike që të gjejnë kandidat të tjerë të cilët ju domosdoshmërisht janë nga ai qytet, pra duke u bazuar edhe në ligjin për zgjedhje të përgjithshme. Prandaj këto subjekte politike i kanë sjellë nominimet e tyre, po flasim për ZSPO-n, për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizjen Vendendosje, PDK dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, të cilët i kanë bërë nominimet e tyre në komunën e Rahovecit, Zubin Potokut dhe Zveçanit dhe Parteshit, që në total janë 8 anëtarë të cilët nominohen në kuadër të emërohen, nëse miratohet, në kuadër të Komisionit Komunale të Zgjedhjeve. Rekomandojmë si Këshilli Operacione Zgjedhore që të miratohet ky rekomandim. Faleminderit. Faleminderit Arjanit. A ka dikush diçka lidhur me këtë? Nëse jo, e hedh votim kush është për. Atëherë kundër, abstenim. Me 10 vota për, 1 abstenim, miratohen emërimi i anëtarëve të Komisionit Komunale për Rahovet, Zubin Potok, Zveçan dhe Partesh. Zoti Hamiti, Këshilli për çështje ligjore. Faleminderit kryesues. Dje në mbledhjen e Këshillit për çështje ligjore e kemi trajtuar kërkesën e kryesuesit të Kuvendit Komunal në Zveçan për një zavendësim, pasi që Dorentina Kelmendi ka dhënë tërheqjen nga antarja e Kuvendit Komunal në Zveçan. Atëherë janë filluar procedurat për zavendësim. Kandidati e radhës Arbenita Kelmendi ka dhënë deklaratën që nuk e pranon marrjen e detyrës dhe atëherë ka mbet opsioni i fundit edhe ai që Faton Peci si antar i Kuvendit të zavendsoj Dorentin Kelmendin si antar i Kuvendit Komunal në Zveçan. Janë të gjitha kushtet ligjore janë plotësuar që të bëhet ky zavendësim. Faleminderit zoti Hamiti. A ka dikush diçka lidhur me këtë? Nëse jo, hedh votim kush është për. Atëherë 11 vota për, Faton Peci emërohet antar i Kuvendit Komunal në Zveçan duke zëvendësuar Dorentina Kelmendi nga subjekti politik Partia Demokratike e Kosovës.